Aktivisti i shuar shqiptaro-amerikan Geri Kokalari ka hedhur dyshimet forta për kontratën $6 milion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Partinë Demokratike. Kokalari vë bast se një pjesë e madhe e këtyre fondeve nuk mund të përballohen nga një emigrant në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si elektricisti Nureddin Seci, por thot se donatorët vijnë nga brenda familjes Berisha ose persona afër tij në Shqipëri. Pyetja është, nga po vjen realisht këto $6 milion që po përmenden nga zoti Seci dhe këta ta është quajtur patriot? Dhe kush janë ata? Ndoshta nuk do ta marrim kur vesh, por nëse e marrim, unë do të isha i gatshëm të vë bast se një pjesë e konsiderueshme e këtyre fondeve vjen nga persona shumë afër Sali Berishës, ndoshta edhe nga vetë familja e tij. Ndonë se kontrata është publikuar nga mediat, sërish pikpyetjet janë të mëdha, ashtu si firma e Nokës në emër të koalicionit, dhe Kokalari fton SPAK të hetojë këtë kontratë për pastrim parash. Hetimet sipas tij duhet të shtrihen edhe tek kompania e kontraktuar amerikane e avokatit të Trump apo dhe fushatuesi Chris Lacivita. Nëse kjo rezulton e vërtet, atëherë SPAK ka për detyrë të hetojë nëse janë shkelur ligjet kundër pastrimit të parave. Dhe nëse janë shkelur, duhet përcaktohet nëse Chris Lacivita, Katie Wilds, vajza e Susie Wilds apo ndonjë person tjetër lidhur me Continental Strategy ka qenë në dijeni të burimit të fondeve dhe nëse kanë ndihmuar në ndonjë mënyrë transferimin e tyre. Dyshimet forta edhe ai edhe për garantin e $6 milion. Kokalari, si aktivist prej dekadash në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thot se nuk ka dëgjuar kur për Nureddin Secin. Sipas tij, ky shqiptaro-amerikan është anonim në komunitet dhe nuk beson se si kontraktor ndërtimi mund të dhurojë këtë shumë parash. Nuk kisha dëgjuar kur për Nureddin Secin. Nga sa kuptoja është një kontraktor ndërtimi në New Jersey. Të jesh kontraktor ndërtimi në atë zonë mund të jetë një biznes fitimprurës, por a është aq fitimprurës sa të mund të garantoj pagesa prej $6 milion me ritëm prej $250,000 në muaj? Nuk besoj. Kokalari thot se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka patur një zyrë lobimi për interesat shqiptare dhe ndër vite, bashkë me aktivistët më të njohur shqiptaro-amerikan, kanë mbledhur $1 milion, pra 6 herë më pak se Nureddin Seci i vetëm. Dhe kam qenë themeluar arkëtar dhe drejtues i fushatave të mbledhjes së fondeve për Këshillin Kombëtar Shqiptaro-Amerikan, i cili hapi zyrën e parë lëbuese në Washington për të mbrojtur interesat shqiptare. Kjo nisëm u mbështet nga disa prej shqiptaro-amerikanëve më të njohur. Në total, gjatë kohës sime me këto organizata, kemi mbledhur rreth $1 milion me transparencë të plotë për burimet dhe për dorëzimin e fondeve. Në kontratën e lobimit, garant del vetëm një emigrant, Nureddin Seci, ndërsa edhe fondacioni Make Albania Great Again, i krijuar së fundmi, ka për antar vetëm antar të familjes Seci. Berisha vet refuzon të tregojë se cilët janë donatorët e tjerë shqiptaro-amerikan, të cilët po e ndihmojnë në misionin e tij për të hequr non gratën në Washington.